Ju përshëndes të nderuar teleshikues, nisim edicioni informativ këtu në televizionin 6+1 Vlora. Edhe pse janë dy kandidat për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet që votuan këtë të diel, emri më potencial deri pa diskutueshëm është ai liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Gjithsesi në kutinë e votimit, demokratët gjatë kësaj të diele patën të drejtën të hedhin votën pikërisht për dy emra, për Sali Berishën si dhe Isben Elezi. Të dy kandidatët votuan edhe vetë, ndërsa kanë bërë edhe deklaratat e tyre para gazetarëve menjëherë pasi kanë hedhur votën, ndërsa procesi u vërejtë se ishte më së i qetë dhe i pranueshëm, madje edhe nga të dy kandidatët. Sali Berisha dhe Isben Elezi janë dy kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet që u zhvilluan këtë të diel nga Komisioni i Rithemelimit. Procesi i votimit nisi në orën 8, ndërsa mbyllet në orën 18, ndërsa u zhvillua po ashtu në 108 qendra votimi. Lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, sipas të gjitha pritshmërive, do të jetë fituesi përballë Isben Elezit, një garë që nuk e favorizon këtë të fundit për të marrë drejtimin e partisë më të madhe opozitare në vend. Madje vetëm 2 ditë më parë, ai kërkoi shtyriën e procesit zgjedhor. Edhe në fletën e votimit, emri i liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha, rinxhitet i pari, ndërsa i dyti Isben Elezi. Ish-kryeministri Sali Berisha mbërriti në selin blu i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Liri Berisha, të hedhur votën për kreun e ri të Partisë Demokratike. Pasi hodhi votën për kreun e ri të PD-s në selin blu, Berisha foli para mediave duke cilësuar procesin historik që finalizon triumfin dhe tregon dritën e shpresës për të ardhmen. Por një koment e pati edhe për zgjedhjen e presidentit të ri, duke thënë se procesi që po zhvillohet është mafios dhe antikushtetues. Së pari, përshëndes demokratët dhe demokratët, komisionerët e 108 qendrave të votimit në mbarë Shqipërinë dhe i uroj të marrin pjesë të gjithë në këtë proces historik, jo vetëm për Partinë Demokratike, por dhe për Shqipërinë, dhe të votojnë sipas vullnetit tyre të lirë, të votojnë sipas ndërgjegjes tyre për kandidatin që duan. Theksova se ky është një proces historik, jo vetëm për Partinë Demokratike, por për mbarë Shqipërinë, sepse është një proces që finalizon triumfin e vullnetit të antarëve të kësaj partie me votën e tyre, por sepse është një proces që zhvillohet paralel nga një proces i mirëfillt, mafioz, antikushtetues, ai i zgjedhjes së presidentit të Republikës. Është mafioz dhe antikushtetues sepse bazohet mbi grabitjen dhe dhunimin masiv të vullnetit të lirë dhe votës së lirë të shqiptarëve dhe kolaboracionizmin e shpifur të Edi Ramës me kalp opozit apo pseudo opozit. Pra sot në këtë proces mbarë shqiptarët shohin dritën e shpresës për të ardhmen. Isben Elezi ka hedhur votën për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, ndërsa ka përsëritur thirrjen që komisionerët të heqin imazhin e 13 qershorin. Ndër të tjera i ka komentuar edhe fjalën e Berishës, duke thënë se drita e së ardhmes nuk është asnjëri prej tyre, por demokracia. Komisionerët kanë dorë një proces që ka të bëjë drejt për drejti me demokracinë. Ka të bëjë me votën. Dhe ajo çfarë unë sot ju kam përqenë në orët e mëngjesit thirrje çdo komisioneri dhe çdo drejtuesi degë është të heqim imazhin e 13 qershorit, të numërohet çdo vot dhe të mos shtohet asnjë vot për asecilin kandidat. Drita e ardhmes është as doktorri as unë, drita e ardhmes është demokracia në këtë vend, drita e ardhmes është ndëshkimi i çdo kujt dhe thyrja atij kodit pa ndëshkueshmërisë. Çdo kujt që ka prek votën, çdo kujt që ka zhyt duart në korrupsion gjatë gjithë këtyre viteve. Kjo është drita e diellit.
Ndërkohë edhe demokratët në qarkun e Vlorës votuan këtë të diel me parimin 1 antar 1 vot për të zgjedhur kryetarin dhe liderin e ardhshëm të Partisë Demokratike Shqiptare. Në Vlorë kanë patur të drejtën e votës rreth 1400 antar, ndërsa procesi votimit u zhvillua në Pallatin e Kulturës Lavëria. Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Atir Hoxha tha se procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike Shqiptare nisi shumë i qetë në Vlorë. Hoxha theksoi në veçantë se është i kënaqur nga pjesëmarrja e lartë e antarëve të Partisë Demokratike të Vlorës, të cilët ju përgjigjen pozitivisht ftesës për të votuar për kryetarin e ri të Partisë Demokratike Shqiptare. Demokratët në qarkun e Vlorës kanë votuar këtë diel me parimin 1 antar 1 vot për kryetarin e ri të Partisë Demokratike Shqiptare. Qendrat e votimit janë hapur qysh në orën 8 të mëngjesit. Në Vlorë kanë pasur të drejtën e votës rreth 1400 antar, ndërsa procesi i votimit u zhvillua në ambientet e Galerisë së Arteve pranë Pallatit të Kulturës Lavëria. Ka qenë lart pjesëmarrja e antarëve në votime, ndërsa antarët demokrat kanë votuar mes 2 kandidaturave, liderit historik të Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha dhe Ibsen Elezit. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Atir Hoxha tha se procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike Shqiptare ka nisur shumë i qetë në Vlorë. Qendra e votimit është hapur në orën 8:00. Votimi do të vazhdojë deri në orën 18:00. Nëse në momentin e mbylljes së qendrës së votimit ne do të shikojmë që do të ketë fluks të antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, të cilët do të presin për të votuar, do ta shtyjmë këtë orar. Siç edhe ju mund ta shikoni nga pamjet, ka një fluks votuesish që në orët e para të mëngjesit demokratët janë drejtuar kutisë së votimit për të shprehur vullnetin e tyre lidhur me drejtimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Votojnë të gjithë antarët, pra edhe këtu zbatohet parimi 1 antar 1 vot, të gjithë antarët e Partisë Demokratike, qysh nga themelimi i saj deri ditën e sotme. Nuk kemi bërë thirrje të gjithë demokratëve, të cilët disponojnë një kartë antarësie që të paraqiten pranë komisionit së bashku me kartën e identitetit për të shprehur vullnetin e tyre. Hoxha theksoi se është i kënaqur nga pjesëmarrja e lartë e antarëve të Partisë Demokratike të Vlorës, të cilët janë përgjigjur ftesës për të votuar për kryetarin e ri të Partisë Demokratike Shqiptare. Është një pjesëmarrje shumë e kënaqshme, unë do të thosha që në orët e para të mëngjesit, pra siç thash edhe më sipër, ju mund ta fiksoni edhe pamjet me kamerën tuaj. Demokratët po drejtojnë, janë 2 komisione të cilat për lehtësi të antarëve të Partisë Demokratike janë krijuar që mos të pengohen për të shprehur vullnetin e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Atir Hoxha e ka cilësuar madhështor takimin përmbyllës të fushatës së Sali Berishës në Vlorë, duke cilësuar mbështetjen e vlonjatëve si të jashtëzakonshme ndaj liderit historik të kësaj partie. Doktor Berisha takimin e fundit e zhvilloi në qytetin e Vlorës ditën e premte. Kishte një entuziazëm të jashtëzakonshëm lidhur me prezencën e tij dhe mendoj se edhe sot ju nëpërmjet kamerës tuaj mund të fiksoni interesin e jashtëzakonshëm që demokratët po shprehin lidhur me këtë proces. Procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare është zhvilluar në të gjitha degët e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Ky proces u mbajti i qetë edhe në Partinë Demokratike të Selenicës, me të drejtë vote 906 antarë me listat e vjetra, ndërsa aktivët 600, të cilët kanë votuar për kryetarin e ri. Procesi i votimit është zhvilluar në fshatin Peshkpi të Bashkisë Selenicë. Në një marrë me drejtë vote kanë qenë 413 antarë dhe procesi i votimit është zhvilluar në selinë qendrore të Partisë Demokratike në këtë deg. Procesi është zhvilluar i qetë dhe pa probleme edhe në degët e Partisë Demokratike të Sarandës dhe bashkive që ajo mbulon. Ndërkohë antarët demokrat në Vlorë duket se janë në mbështetje të Sali Berishës, edhe këtë gjë ata e kanë shprehur hapur në intervistat e tyre menjëherë pasi kanë hedhur votën e tyre në kuti. Demokratët e Vlorës janë të bindur se vetëm Sali Berisha mund ta ringjallë Partinë Demokratike e ta çojë po ashtu suksesshëm në sfidat e radhës e po ashtu edhe të jetë fitimtare si forcë politike. Madje, antarët e Partisë Demokratike të Vlorës shprehen nostalgjik për kohën kur Berisha drejtonte Partinë Demokratike Shqiptare, teksa kjo parti ishte edhe më e bashkuar se kurrë. Antarët e Partisë Demokratike të Vlorës kanë qenë të shumtë në numër që janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur këtë të diel kryetarin e ri të përgjithshëm të partisë mes 2 kandidaturave, atë të Sali Berishës dhe Ibsen Elezit. Antarët demokrat vlonjat janë në mbështetjen e Berishës dhe këtë gjë e shprehin hapur.
Demokratët e Vlorës janë të bindur se vetëm Sali Berisha mund të ringrej Partinë Demokratike dhe të çojë suksesshëm në sfidat e radhës dhe fitimtare. Madje anëtarët e Partisë Demokratike të Vlorës shprehen edhe nostalgjik për kohën kur Berisha drejtonte Partinë Demokratike Shqiptare, teksa kjo parti ishte më e bashkuar se kurrë. Megjithatë, ata mendojnë se Partia Demokratike në Vlorë është e bashkuar dhe se pas këtyre zgjedhjeve, demokratët do të punojnë fuqishëm të gjithë bashkë për të ndërtuar një opozitë të fortë dhe dinjitoze. Është një kohë që do të ishte bëm përpara. Kjo punë, të zgjohemi nga gjumi që letargjik dhe të ecim përpara të punojmë që fitoj PD-ja. Me Sali Berishën mund të fitojmë. Më e bashkuar Partia Demokratike? Patjetër. Po, me doktorin patjetër. Kemi besim të plot. Është njeriu vetëm që mbledh demokratët kudo janë në Shqipëri. Është zemra jonë. Shumë mirë. Çdo gjë në rregull për mua. Fitore. Dhe e ke parë vetë se sa e bashkuar dhe sa e fort del PD-ja. Dhe me në krye Sali Berishën, lideri historik do dalë më e fort akoma. Mua më vjen një gjë keq. Ti më ke përjashtuar nga shtëpia, po në fshat s'ke pse më ndalon. Edhe unë i them ambasadores, mos u merr me këtë punë. Merru me punët e tua dhe mos u merr me punët e Shqipërisë. Na ndihmo sa të kesh mundësi. Votova për Sali Berishën, liderin historik, pasi vetëm me atë mund të çohet para çdo gjë. Si shkon procesi i votimit deri më tani? Mi shet i mirë. Mendoj se po të vazhdoj kështu, çdo gjë do jetë në rregull. Votoni për të parë? Jo, kam votuar gjithkohës, jam i djathtë. Gjithkohës kam qenë i djathtë. Po me kënaqësi të madhe këtë radhë me që është me Sali Berishën në krye. Bashkë me lirë, kaq, mendim i lirë. Ja, deri tani procesi pse normal. Votoj për Sali Berishën. Më tepër s'ka nevojë. Populli shumë. Me ato uljet e ngritjet dhe me në një gabim të këtu poshtë, njësh. Mendo për Shqipërinë, jo për sot, po për ta edhe për 50 vjet. E do të vjojmë edicionin me politikën. Emri i kandidatit për presidentin arshëm të vendit me shumë gjasa do të vi si një propozim i mazhorancës, duke që opozita po luan me limitet kohore të vëna në dispozicion, duke e vijuar të mos sjell kandidat zyrtarish për presidentin arshëm. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të socialistë dhe njëherët edhe kreu i grupit negociator me opozitën për procesin e zgjedhjes së presidentit Taulant Balla ka bërë apelin e fundit drejtuar grupit parlamentar të opozitës. Vonesa u krijuar pikërisht nga grupi parlamentar opozitar, i cili duket se po djeg të drejtën e të gjithë demokratëve për të zgjedhur një emër preferencial për në krye të shtetit. Nëse opozita vijon të mos sjell kandidat zyrtarish për zgjedhjen e presidentit, atëherë mazhoranca në votimin e katërt do t'i japë vendit kreun e ri të shtetit. Kështu ka thënë nga fieri kryetari i grupit parlamentar socialist, njëherësh edhe kreu i grupit negociator me opozitën për procesin e zgjedhjes së presidentit Taulant Balla. Konstatoj me keqardhje që nga ana e opozitës nuk ka një qasje për të marrë përgjegjësinë për të propozuar zyrtarisht kandidatura, për të kërkuar Partisë Socialiste, grupit saj parlamentar, mendimin për kandidaturat e tyre. Nuk e di përse dhe nuk e kuptoj përse Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, si forca më e madhe ose grupi më i madh kuvend u tërhoq nga një proces për të sjellë kandidatura. Orët në vijim në mbyllje të këtij afati mendoj që duhen përdorur me përgjegjësi, do të ishte jo produktive që të digjnim edhe raundin e dytë të zgjedhjeve për presidentin e Republikës. Megjithatë, sikurse e kam thënë, e thash dje, e kam thënë partije, do të vazhdoj ta them, ne e respektojmë marrëveshjen që kemi rënë dakord me grupin parlamentar Partisë Demokratike dhe dy grupet e tjera, që dy raundet janë raunde që i takojnë propozimit të kandidatit për president apo të kandidatit për president nga opozita. Në rast se edhe në raundin e tretë, pastaj opozita nuk do ta marrë përgjegjësinë për të hyrë në proces, për të propozuar kandidat, për të regjistruar kandidat me firmë mbështetëse, natyrshëm një gjë është e sigurt, në raundin e katërt do të zgjedhet presidenti apo presidentja e Republikës me propozim që aty do të fillojmë dhe ne të regjistrojmë kandidatë propozuar për nesh. Të hënën Kuvendi i Shqipërisë në orën 18 do të zhvillojë seancën plenare për zhvillimin e votimit të dytë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës së Shqipërisë.
Kujtojmë se negociatat për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit mes majorancës dhe opozitës janë kthyer sërish në pikën zero, pas dakordësisë që arritën palët në mbledhjen e konferencës së kryetarëve vetëm pak ditë më parë, ku opozita do të propozonte emrin e kandidatit për president në 2 raunde të ardhshme, e më pas socialistët. Opozita ka ngritur pretendimin se majoranca ka prishur marrëveshjen e arritur me konsensus. Saranda ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror të këtij viti e me këtë rast Bashkia e Sarandës organizoi një sër aktivitetesh argëtuese dhe kulturore, ndërsa duket se investimet e kryera dhe ato që janë duke u kryer janë garancia më e mirë se këtë vit do të kemi një sezon turistik të mbarë ndryshe nga vitet e kaluar, është shprehur pikërisht në këtë mënyrë kryetari i Bashkisë së Sarandës Adrian Gurma. Ndërkohë zëvendës Ministria e Turizmit Vilma Bello ka thënë se Saranda do të vijojë edhe në të ardhmen të mbetet mbretëresha e turizmit shqiptar. Saranda ka çelur zyrtarisht sezonin turistik. Me këtë rast bashkia organizoi një sër aktivitetesh. Investimet e kryera dhe ato që janë duke u realizuar janë garancia më e mirë se këtë vit do të kemi një sezon turistik ndryshe nga vitet e kaluara, është shprehur gjatë fjalës përshëndetëse në nisje të sezonit turistik kryetari i Bashkisë Ardian Gurma. Vera për institucionet, bizneset dhe qytetarët e Sarandës është sezon pune, tha ai, ndërsa falenderoi çdo që ka kontribuar për ta bërë Sarandën edhe këtë vit perlën e turizmit shqiptar, u shpreh kryebashkiaku. Kjo shëtitore e rikonstruktuar është argumenti më i mirë. Njerëzit këtu janë argumenti më i mirë. Rruga e re që së shpejti do të afrojë Sarandën me Tiranën dhe me të gjithë trevat bashkëtare prej nga presim turist do të jetë më e shkurtër. Janë këto dhe shumë gjëra të tjera që ne do i përgatisim dhe jemi duke i përgatitur që do ta bëjnë Sarandën ndryshe nga çdo vit. Kështu që le ta lëmë surprizë për çdo që do vinë në Sarandë. Për gjithë stafin, për gjithë institucionet, për të gjithë ata që ofrojnë turizëm, për të gjithë bizneset, vera është punë. Në qoftë për të tjerët është relaks, për ne është punë. Dhe unë dua t'i falenderoj të gjithë, duke filluar që nga strukturat e pushtetit lokal, strukturat e mbrojtjes territorit, strukturat e sigurisë, bizneset që ofrojnë turizëm, të cilët kanë bërë më të mirën e tyre që Saranda këtë vit të jetë perla e turizmit shqiptar. E pranishme në ceremoninë e çeljes së sezonit turistik, zëvendës Ministria e Turizmit Vilma Bello ka thënë se beson se Saranda do të vijojë të mbetet mbretëresha e turizmit shqiptar. Duke u referuar tunelit të Kardhiqit, zëvendës Ministria Vilma Bello është shprehur se fal investimeve të kryera nga qeveria, të cilat do të lehtësojnë dhe do të ndihmojnë dëshirën e kujdo për të vizituar Sarandën, patjetër që ky do të jetë një sezon i mrekullueshëm për sarandiodët dhe jo vetëm. Saranda është e mrekullueshme, Shqipëria është e gjitha e mrekullueshme, por atë që Saranda ofron dhe sot kur ende nuk ka nisur vera e nxehtë, unë shpresoj dhe besoj dhe uroj shumë që Saranda do të vazhdojë të jetë jo vetëm mbretëresha që ju shpeshherë keni thënë që Saranda është mbretëresha e midhjes, po themi, por se jo mbretëresha e gjithë turizmit në Shqipëri, sidomos e jugut. Për hir të përkushtimit, të vullnetit, të energjisë, të bashkëpunimit shumë të mirë me kryetarin e bashkisë, dhe në fakt nuk ndalemi dot të themi fjalët e mira për turizëm nëse nuk kemi bashkëpunim me ata që janë të zotët e shtëpisë. Dhe sigurisht mbas një pune shumë të mirë dhe mbas investimeve shumë të mëdha që janë bërë, që kryetari i përmendi dhe që do të lehtësojnë dhe do të ndihmojnë dëshirën e të gjithëve për të ardhur në Sarandë, patjetër që ky do të jetë një sezon i shkëlqyer dhe i mrekullueshëm për sarandiotët dhe jo vetëm. Saranda çeli kështu sezonin turistik të këtij viti. Bashkia ka marrë të gjitha masat që ky sezon të jetë i suksesshëm dhe të mirëpres me të gjitha kushtet infrastrukturore, akomoduese dhe argëtuese, turistët dhe pushuesit e shumt, vendas dhe të huaj. Do të zhvendosemi tek kronika fatkeqësisht një shtetas 74 vjeçar u gjeti pa jetë mëngjesin e kësaj të diele në banesën e tij në lagjen 10 Koriku të qytetit të Vlorës, ndërkohë që nga këshyrja paraprake në vendin e ngjarjes nuk janë konstatuar shenja dhune në trupin e viktimës, ndërkohë policia ka arrestuar disa shtetas të tjerë për vepra të ndryshme penale. Një shtetas 74 vjeçar është gjetur i pajet mëngjesin e kësaj të diele në banesën e tij. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 10 Korriku, ndërsa policia tha se i moshuari është gjetur nga familjarët në banesë pa shenja jete. Ai është 74 vjeçari me iniciale BX, ndërsa uniformat blu thonë se nga këshyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune.
Po ashtu specialistët e sektorit për hetimin e trafiqeve të palishme dhe narkotikëve në drejtorinë e policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë shtetasin NK 63 vjeç, banues në lagjen Isa Boletini Vlorë, për veprën penale prodhimi dhe shitje e narkotikëve, pasi gjatë kontrollit në oborin e banesës së tij, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar një sasi lëndë dyshuar narkotike kokainë. Po nga këto shërbime u referuan materialet prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë për shtetasin DT 26 vjeç banues në lagjen Hajro Çakëri për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve, pasi gjatë kontrollit fizik nga shërbimet e policisë ju gjet dhe u sekuestrua një sasi lëndë dyshuar narkotike kokainë. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të palishme dhe narkotikëve në drejtorinë e policisë Vlorë referuan materialet në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë për shtetasin TM 33 vjeç banues në Fier për veprën penale kalimi palishëm i kufirit shtetëror, pasi ka kaluar kufir në mënyrë të palishme. Specialistët e hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasen CB 44 vjeçe banuese në lagjen Pavarësia për veprën penale dhuna në familje, pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj nuses së djalit, shtetases me iniciale KB 28 vjeçe banuese po në lagjen Pavarësia. Gjithashtu për këtë rast është proceduar në gjendje të lirë edhe shtetasja KB, sepse ka ushtruar dhunë ndaj shtetases CB. Po nga specialistët e hetimit të krimit në Komisariatin e Policisë Vlorë u referuan materialet në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë për shtetasin me iniciale DL 39 vjeç banues në Vlorë për veprën penale shpërdorimi i tokës, pasi është konstatuar duke kryer punime në tokën e tij në kundërshtim me destinacionin ligjor të përcaktuar, duke ndryshuar kështu regjimin juridik të tokës. Specialistët e qarkullimit rrugor në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan në flagrancë shtetasin GÇ 45 vjeç banues në Ksamil për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt, pasi është kapur nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Agim Ruka, njeriu që dashuron Matogjinin dhe nuk ka rreshtur së shkruari për të, ka mbledhur këtë të diel intelektual, njerëz të letrave, miq si dhe dashamirës në promovimin e veprave të tij letrare, ku më e fundit është ajo Jetë dhe këngë, mall dhe dashuri për vendlindjen. Matogjin të përshëndes janë po ashtu janë disa prej veprave të arira të Agim Rukës. Ndërkohë vlerësime për autorin Agim Ruka dhe veprat e tij të punuara me mjeshtri dhe dashuri për vendlindjen erdhën nga të pranishmit në këtë aktivitet, që ishin shkrimtar, poet, miq, shok e bashkëpunëtor të autorit. Agim Ruka, njeriu që dashuron Matogjinin dhe nuk ka rreshtur së shkruari për të, ka mbledhur gjatë kësaj të diele intelektual, njerëz të letrave, miq dhe dashamirës në promovimin e veprave të tij letrare, ku më e fundit është Jetë dhe këngë. Mall dhe dashuri për vendlindjen, Matogjin të përshëndes, janë ndër veprat e arira të Agim Rukës, që ja kushton vendlindjes së tij, babait të tij të dashur, Avdul Sheme Ruka dhe të gjithë krahinës. Kryetari i shoqatës Labëria Dega e Vlorës Ahmet Demaj, në nisje të këtij aktiviteti, ka vlerësuar shpirtin artist dhe poetik të autorit Ruka. Të ndajem bashkë me ju përvojën e intelektualit Agim Avdul Rukaj për të gjetur formën më të mundshme që historia e fshatit Matogjin në Smoksin dhe fisit Rukaj në Matogjin ti përcjellet në tej opinionit publik dhe brezave të atij fisi. Kërkoj dhe grumbulloj historinë e të parëve tia gati në 12 breza. Personalisht jam munduar që të mos e shes mendimin personal badjava, por të kërkoj që nëpërmjet fjalës të jap dhe të shpreh atë që ndjej për miq dhe për shokët e mi, në rasti konkret edhe për shokun ton Agim Ruka. I them bravo Agimit për guximin që mori në tërë krijimtarin e botimit të librave tia, që nuk janë pak, por plot 12. Pa këto botime të Agimit, edhe pse të njëjti krahin nuk do të mësoja dot kaq sa mësova nga këto libra të Agimit. Nuk do të njiha historinë e Tartar Rukës, Burazer me Çelo Picarin e shok me Rapo Hekali. Nuk do të njiha as Bi Rukën, shok me Çerçis Topullin, i cili dha jetën në Jani. Mësova shumë për Idris Rukën, njeriu që dinte 6 gjuhë huaja, që shkroi fjalorin anglisht-shqip dhe që botoi librin e parë për policinë shkencore. E njihe Qazim Ademin si këngëtar, por jo me kulturë aq të gjerë si student i gjimnazit Zosimeja.
që për kohën tha njëri dje në atë konferent, i ngjante Auvardit të sotëm. Vlerësime për Agim Rukën dhe veprat e tij të punuara me mjeshtëri dhe dashuri për vendlindjen edhe nga të pranishmit e tjerë në këtë aktivitet, shkrimtar, poet, miq, shok e bashkëpunëtor të autorit. Të flasësh për Agim Rukën personalisht, kam shumë për thënë, por edhe në cilësinë e kryetarit të lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve Petro Markos Bërës, edhe në cilësinë që Agim Abdul Ruka është miku i babait tim, mendova që mesazhet e mia në përurimin e veprës letrare, pedagogjike, kulturore, historike të Agim Rukës, kushtuar Matogjinit, vendlindjes tij të dashur. Agimi vjen sot pas disa botimeve në kohë të ndryshme. Ai ka shkruar ese, fejtone, këngë, poemë, monografie të tjera, të cilat kanë në qendër njeriun, heroizmin dhe traditat më të mira të një fshati, qytet që ai e quan Matogjin. Ky është një fis me një gen krimtarie, me një gen trimërie dhe në kohën e sotme Agimi është shënon kulmin. Kur kemi vajtu vjetë me Ahmetin në Frashër dhe kur kemi para të që ka qenë Agimi atjen, ka shëbyrë në të vënd atjen, e kam uruar dhe jam me fat që unë kam një shok, një mik të mirë që është Agim Ruka. Dhe unë 5 fjali kam thënë këtu. E veçantë. Me këtë ikonë. Kjo është ikona që i dedikohet Agim Ruka. Po, ja do ta shikosh. Mirënjohje dhe respekt për mikun tim Agim Ruka. Motivi i tij është të duash dhe të përpiqesh që të duan. Agim Ruka bën pjesë në atë grup shkrimtarës patriotë të shfaqur në botën letrare pas viteve 2000, edhe pse mendja, zemra e goja e tij ka jetuar e kënduar gjatë gjithë jetës pavarësisht sistemeve politike, shoqërore e ekonomike. Ky libër që në 62-shin s'ka pak vite që për shtypet e mia, një vit ishë Matogjin, unë i kisha në mendje të samë. Profesor Agimi na ka krijuar mundësinë që sa herë ne të duam të kthejmë kokën mbrapa, të gjejmë gjurmët e të parëve tanë, të gjejmë historinë tonë, të gjejmë traditën tonë, tek libra dhe krijimtaria e tij e gjejmë atë shumë të pastër, shumë të vërtet, edhe që vjen shumë mirë dhe shumë thjesht dhe kuptueshme. Agim Ruka nuk i ka fshehur emocionet dhe lotët e gëzimit për fjalët e ngrohta dhe vlerësuese të miqve. Të parë ju falenderoj të gjithëve, sikur të kish mundësi tu përqafoje në kuptimin e plot dhe të mirë të fjalës, nuk nuk e prisja, do me thonë këto lartësi që më bën shokët dhe mi, dashamirësit e mi, e quaja vetën në nivel të shumë nga ne shkrimtarët që janë këtu, megjithatë nga këto fjalë që dëgjova, kuptoj që ndjej dhe shpirtin dhe zemrën time të pastër, se çdo njeri e kupton veten e tij, ashtu. Falenderoj në radhë të parë kryetarin e shoqatës Labëria, zotin Ahmet Dema. E kam mik dhe shok që nga vitet 60 kur ishim unë përmet dhe ky në Tepelen, dhe ka dalë një këngë e re tani miqësia, shoqëria, si vera dhe si rakia, do më sa të vjetra që t'jena që më të mira bëhen. Edhe unë me Ahmetin këtë relacion e kam ruajtur, se është një pastërti shpirtërore. Edhe në një nga librat, duhet vetëm këtu do lexoj dhe nuk ashtu më, publicistit Ahmet Dema, mjalt zoge i rrjedh pena, fjalë zjarrt në ligjërime, gjithë labëris i jep gëzime. Dhe gjithë e kemi lëjuar shumë. Agim Abdul Ruka ka lindur në Matogjin të Smokthinës në maj të vitit 1943, pasi mbaroi shkollën e mesme pedagogjike, u emërua mësues në Përmet ku punoi disa vjet. U transferua në Vlorë ku punoi në shkollat e Smokthinës dhe Vërmikut, e në të njëjtën kohë mbaroi me korrespondencë arsimin e lartë në degën biokimi. Ka punuar 41 vjet në arsim, nga ku më shumë se gjysmën e viteve si drejtues shkolle.
Gjithë jetën ka punuar me pasion dhe përkushtim, ndaj dhe është dekoruar me urdhrin Naim Frashëri, ka distriktivin mësuesi dalluar, ka shkruar artikuj në gazeta të ndryshme, si dhe ka botuar shumë vepra të tij, të cilat i bëjnë njohur Matogjinit. Do të vjojmë edicionin me sportin. Vajzat e volejbollit të femrave pra të ekipit të flamurtarit U18 tashmë gjenden në rrugëtimin për të shpallur kampion. Skuadra e drejtuar nga Shpëtim Abedini ka fituar me rezultatin e thellë 3-0 në ndeshjen e dytë finale të luajtur në Durrës përballë të UT-s. Ndërkohë vajzat Lonjate janë tashmë gati për ndeshjen e kthimit të shtunën, që do të luhet pra të shtunën e datës 28 maj në Pallatin e Sportit Flamurtari në Vlorë. Ekipi volejbollit të femrave të Flamurtarit U18 tashmë gjendet në rrugëtimin për të shpallur kampion. Skuadra e drejtuar nga Shpëtim Abedini ka fituar me rezultatin e thellë 0-3 ndeshjen e dytë finale të luajtur në Durrës përballë të UT-s. Pas humbjes javën e kaluar në Vlorë, vajzat e Shpëtim Abedinit kanë bërë autokritik dhe kanë fituar thellë në këtë ndeshje, duke bindur edhe me lojën në tapet. Ishte një ndeshje e luftuar nga të dyja skuadrat, por fati duket se u ka buzëqeshur në fund vajzave vlonjate. Në ekran po ndiqni pamjet e filmuara nga televizioni 6+ Vlora, e që sillin momentet nga kjo ndeshje luajtur në Durrës. Setet përfunduan me rezultatin 25-27, 20-25 dhe 23-25. Vajzat Lonjate janë tashmë gati për ndeshjen e kthimit të shtunën në datën 28 maj të 2021, që do të luhet në Pallatin e Sportit Flamurtari në Vlorë. Parashikohet një fillim javë ku në kushtet në fushën termike do të mundësohen vlera temperaturash të larta në kolonën e zhivës së termometrit, të paktën kështu bën me dije në kronikën e vijim meteorologu Todi Mitro, i cili na detajon se parashikohet që ditët e fillim javës përveç vlerave të larta të temperaturave, parashikohet që edhe përqindja e lagështisë relative në ajër të rritet, ndër të tjera Mitro thot se ndryshe rritja e përqindjes së lagështisë relative në ajër e bën më të vështirë suportimin e një dite, kryesisht në orët e pasmesditës dhe veçanërisht gjatë orëve të natës. Kjo është një artë sinoptike klasike në sipërfaqen e tokës e ndërtuar me figuracionin sinoptik për të gjithë kontinentin evropian, por interesi ynë është për rajonin e pellgut të Detit Mesdhesi dhe për Gadishun e Ballkanit gjatë një arku kohor fundjavë, por me një përshkrim disi të veçantë për fillim javën që do të nisë. Harta sinoptike e kontinentit e Europës ka dy tablo meteorologjike, e para në pellgun e Detit Mesdhe, në Gadishun e Ballkanit dhe në vendin tonë. Gjithë kjo sipërfaqe është e kufizuar dhe diktuar nga një gjysmë rrethi me ngjyrë të kuqe. E të ndryshe, këtu është regjimi që është duke na diktuar prej disa ditësh anticiklonin e Afrikës. Kushtet meteorologjike që mundësohen në këtë pjesë janë me më të mirë dhe me vlera temperaturash të larta, që e kalojnë kufirin e 30 gradë Celsius. Tabloja tjetër që dallohet në hartën e Europës është moti përkeqësuar me rreshje shiu ku simboli i rreshjeve duket qartë në hartë. Kjo është gati në të gjithë pjesën perëndimore të kontinentit të Europës, ku kjo situatë deri në ditët e mesjavës është pa interes për vendin tonë. Pasi në Gadishun e Ballkanit jemi në vlera të larta të presionit atmosferik. Vendi në hartë është me ngjyrën e kuqe dhe me grafikën e shkruar Shqipëria. Të dielën temperatura maksimale në qytet e matur në orët e mesditës arriti vlerën e 32.2 gradë Celsius, ndërsa vlera e temperaturës minimale mbrëm gjatë natës arriti të zbresë deri në vlerën e 17.4 gradë Celsius. Vlera e amplitudës së llogaritur del 14.8 gradë Celsius. Për ditën e hënë parashikohet mot i mirë dhe i nxehtë. Protagoniste në kupën e qiellit do të jetë kthjellësia, që në sypamje vizuale nga toka do të jetë prezente në të katërta anët e horizontit. Të dy vlerat e temperaturave për ditën e hënë parashikohen, ajo maksimale të variojë nga 32 deri në 34 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale sot parashikohet të variojë nga 17 deri në 19 gradë Celsius. Barografja Neroid sot në qytetin e Vlorës arriti të regjistrojë vlerën barike në diagramin e tij prej 1031.4 milibar, vlerë kjo që klasifikohet shumë e lartë për këtë periudhë gjithmonë e llogaritur në nivelin e detit. Era ky element i rëndësishëm meteorologjik për ecurinë e kushteve meteorologjike për ditën e hënë parashikohet të jetë me drejtimin dhe regjimin nga kuadrati jug-juglindje, por në orët e mesditës do të mundësohet regjimi i brizës detare, ku shpejtësia e saj parashikohet të variojë nga 1 deri në 2 deri në 4 metër për sekond në qytet.
ndërsa 2-4 deri në 6 metër për sekond në afërsi të bregut të detit. Valzimi për ditën e hënë parashikohet në gjij 0 ball, e të ndryshme në gjendje qetësie, ndërsa në det të hapur pas orëve të mesditës 2 deri në 3 ball. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ndërkohë në edicionin e radhës do të jeni me kolegun tim Ermal Sika. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më pafshim.